Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ishte në Maqedoninë e Veriut, ku mori pjesë në takimin ose kongresin e Vlen. Për të folur mbi këtë vizitë të zotit Kurti, që ka shkaktuar mjaft reagime, kam të ftuar në një intervistë profesorin e njohur zotin Selatin Ert Koceri. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për juve. Si e pat këtë vizitë të zotit Kurti në Maqedoninë e Veriut, pasi në fakt ka pasur mjaft reagime si nga pala e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe nga Shqipëria? Keq që kryeministri në detyrë i Republikës Kosovës, zoti Kurti, ka marrë pjesë në kongresin e një partije shqiptare, ku ishte edhe kryeministri Maqedonas, dhe krejt ajo që u po edhe fjalimi sidomos i zotit Kurti në atë kongres, pastaj intonimi dhe respektimi i himnit të Maqedonisë. Unë nuk them se ai zotriu nuk do të respektoj himnin e Republikës Maqedonisë, por i njëjti para pak vitesh nuk e ka respektuar asnjëherë himnin e Republikës Kosovës edhe flamurin, dhe ai edhe sot vazhdon që në tubimet e veta kur i ka në Këshillit Përgjithshëm nuk e përdor as flamurin e Kosovës dhe asnjëherë nuk e intonojnë himnin e Republikës Kosovës. Domethënë Kosova për 3 mandate e ka, domethënë edhe pse i ka mbet në gjysmë, por ai është i zgjedhur 3 herë kryeministër i Republikës Kosovës dhe nuk e ka pranuar asnjëherë zyrtarisht Republikën e Kosovës dhe simbolet e Republikës Kosovës, kështu që ky kryeministër vërtet është dëm i madh jo vetëm për Kosovën, por në përgjithësi për gjithë shqiptarët kudo që janë. Ai në paraprakisht ka shkatruar gjithçka në luginën e Preshevës, ka provuar që të veprojë ngjajshëm edhe në Shqipëri, por për fat nuk ja arriti. Tani e ka gati të shkatroj shqiptarinë edhe në Maqedoninë e Veriut me atë parti të Erdoganit që vepron dhe të Mickoskit që vepron në Maqedoni, Vleni, kështu që unë mendoj që është një paraqitje skandaloze e zotit Kurti në kongresin e partisë Vlen, e cila mund të them se është shkaktarja kryesore që në Republikën e Maqedonisë sot më nuk është zyrtare gjuha shqipe dhe ka shumë probleme si në administratë, në pushtetet lokale, edhe në shumë komuna e kanë humbur thujse pushtetin që dikur e kishte, apo nga marrëveshja e cila ekzistonte për shqiptarët atje, kishte ligj që mbronte gjuhën shqipe, edhe kishte ligj që garantonte një pjesëmarrje të konsideruar të shqiptarëve në institucione komunale edhe në të qendrore të Republikës Maqedonisë. Tani me futjen apo me ndikimin e zotit Kurti në këtë parti, shqiptarët thujse po humbin edhe atë që unë nuk mund të them se ishte shumë për shqiptarët aty, por megjithatë shqiptarët arritën të kenë kryetarin e kuvendit të Maqedonisë, arritën për një kohë ta kenë edhe kryeministrin e Republikës Maqedonisë, edhe pse të përkohshëm, por megjithatë në atë kohë shqiptarët kishin 3 kryeministra, në vërtet 4, derisa e kishim në Kosovë kryeministër Kurtin, e kishim Abazoviqin në Malzi, në Shqipëri dhe në Maqedoni, por për fat keq qëlloi një Albin Kurti i cili nuk e shfrytëzoi një favor të tillë për shqiptarët në Maqedoni, por edhe gjithë ju.
unë konsideroj se paraqitja e zotit Kurti në Republikën e Maqedonisë, sidomos me fjalimin e tij të gjatë, ishte vërtet skandaloz dhe i papranueshëm për shumicën e shqiptarëve patriot që i kemi në Shqipëri edhe në Kosovë. Por edhe në Maqedoni kuptohet krahu i BDI-s apo i Ali Ahmetit, për ta është shumë e papranuar kjo paraqitje e zotit Kurti me një armik të përbetuar të shqiptarëve siç është partia VMRO DPM, ne edhe konkretisht zoti Mickovski edhe presidentja e Republikës Maqedonisë. Profesor, si shpjegohet që kemi një tjetërsim të zotit Kurti, pasur parasysh kjo kur ishte në opozitë, i cili ishte ndoshta politikani më i zëshëm i shqiptarëve që kërkonte bashkimin ndërkombëtar mes Shqipërisë dhe Kosovës, e mbronte mjaft, po themi, nacionalitetin e shqiptarëve, e ndërkohë kur ai është në pushtet shumë vite më vonë, gjendet për krah një kryeministri i cili, siç e dimë, të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut gjatë qeverisjes së tij kanë pasur një zvoglim të skajshëm. Pra, pse ky ndryshim kaq i madh nga ku ishte në opozitë në Albin Kurtin tani në pushtet? Pra, duket sikur ka ndonjë inat me dikë, apo çfarë ka ndodhur realisht me të? Ka arritur të na mashtroj. Ky është një mashtrues i madh dhe të njëjtën formë shumë prej njerëzve të cilët me vite të tëra kanë qenë vërtet në shumë kombëtar dhe kanë punu shumë për çështjen shqiptare, na ka mashtruar dhe ju kemi bashkangjitur mu për shkak të tendencës apo asaj që ai prezantonte se gjëja do t'i bashkoj shqiptarët, por si duket ka hasur në gozhd fort në Shqipëri sidomos, dhe në vend të përbashkimit zotëri Kurti ka ndarë. Ka kriju mure të tilla ndarësës që vërtet secila qeverinë të ardhmen edhe e Kosovës edhe e Shqipërisë do ta ketë shumë të vështirë të kthej edhe një herë atë disponimin e shqiptarëve, dhe për çudi këtë disponim që në Kosovë dikur sigurisht është matur me 90%, sot po bie disponimi për të qenë bashkë në të ardhmen jo të largët e Kosovës me Shqipërinë. Derisa për Maqedoninë dhe Luginën s'kemi çka të flasim, Lugina veç po merr fund, sepse aty thuj se kanë mbetur një numër shumë i vogël, edhe ata që kanë mbetur vetëm s'kan pas mundësi financiare zgjidhje për të kaluar, për të ardhur në Kosovë, përndryshe shumica e shqiptarëve në Maqedoni, në Luginën e Preshevës, tani ose ju kanë marrë adresat, nuk kanë adresa, por sigurisht edhe me atë që zoti Kurti ka bërë me politike në këtë vend, ne pe humbim definitivisht Luginën e Preshevës, domethënë Bujanovcin, Preshevën, edhe Medvegja sot numëron gishta sa banori ka, mund të them që qindra, jo më shumë se qindra shqiptar kanë mbetur në Medvegj, deri e njëjta dikur i kishte 100% apo 90% shqiptar, sot ajo thuj se aty popullat shqiptare nuk ekziston. Veprimet ngjajshme po bën edhe në Maqedoni, nëse ka mbetur diçka, edhe aty po don ta shuaj shqiptarinë, sepse edhe gjitha ato shenja simbole që arritën shqiptarët me marrëveshjen e Ohrit, atje t'i kenë të drejtën për të folur gjuhë shqipe aty ku dominon popullata 20% shqiptare, tani edhe ajo më e dim me ligjin e fundit nuk ekziston. Gjithashtu ka shumë probleme me punësim të shqiptarëve të cilët kanë qenë të punësuar dhe tani po i largojnë, dhe në këtë mënyrë vetëm në Shqipëri nuk ja arriti, derisa Kosovën peshohem se çka i ka bërë deri në këto momente. Vërtet po del ajo që dikur Ramush Haradinaj e thoshte, edhe pse edhe Ramushi ka gabuar një kohë kur ju kishte bashkangjitur dhe
bashkë me Fatmir Limen bënin protesta në kuvend edhe e kallnin kuvendin e Republikës Kosovës, ky njeri po del se është i rrezikshëm për të ardhmen e përbashkët shqiptare. Dhe tani më konsiderojmë se Lugina e Preshevës edhe Maqedonia e Veriut, apo si ne e quajmë Ilirida, nuk do t'jenë më asnjëherë në pozitën kur ishin e bën luftën, dhe atëherë u arrit marrëveshja ndërkombëtare e cila zbatohej mrekullisht nga oponentët politik shqiptar, aty që ishin Ali Ahmeti me të tjerët, por ja tani që gjitha ato i ka hudhur në humner zoti Kurti, dhe unë nuk parashoh ditë të mira në Republikën e Maqedonisë, sidomos për shqiptarët, të cilët pe humbin çdo privilegj, çdo të mirë e cila kishte ardhur pas luftës së UÇK-s atje dhe marrëveshjes ndërkombëtare e cila kishte të bënte me të drejtat e shqiptarëve për të marrë pjesë në pushtetin e Maqedonisë në bazë të numrit që e kanë edhe disa komuna i kanë pas edhe i kanë udhëheqë në pushtetin lokal, por edhe në nivelin qendror. Domethënë, Albin Kurti për mua është një rrezik i madh dhe urojmë që i njëjtin këto zgjedhje mos të fitoj përndryshe. Nëse edhe një mandat e fiton, atëherë vërtet na presin ditë të këqija për shqiptarët, sidomos në esh Jugosllavi, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni dhe në Luginë Preshevës. Profesora, duket sikur zoti Kurti po bashkëpunon me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, edhe ndoshta për një inat që ka me kryeministrin Rama, pasi e dim raportin jo shumë të mirë që ka me zotit Rama dhe kryeministrin Maqedonës. Po gjithsesi i bën, sepse kë vërtet nuk mund të aduroj zotin Rama. Është e çuditshme se si ka ndodhur, edhe pse i intereson zotit Kurti të prish gjithçka në Shqipëri, kur ne të gjithë këndej presim që Shqipëria shpejt t'jetë në Bashkim Evropian, por nga njëra anë atje ka pengesa të mëdha nga Sali Berisha, në anën tjetër ky zotri Kurti e pengon jashtëzakonisht shumë, por megjithatë zoti Rama po ja arrin t'i kapërcej me sukses këto pengesa të cilat i paraqiten rrugës, dhe kjo është e befasishme se si nga kryeministri i Republikës Kosovës vend që ta ketë përkrajen, dhe ne nuk duhet në asnjë mënyrë të përzihemi në politikën e mbrëmshme të shtetit shqiptar, sepse atje populli e ka votuar. Nuk ka këtu fare rëndësi për neve këto të ndikojmë edhe të mos e pranojmë zotin Rama, kur populli shqiptar e ka pranuar dhe për ne duhet jetë i pranueshëm. Jo vetëm atë, po në secilin vend të lirë, demokratik, ku zhvillohet demokracia dhe vota e lirë e qytetarëve, nuk është punë e kryeministrit të Republikës Kosovës t'ja përcaktoj se do ta ketë Shqipëria kryeministër. Populli shqiptar e ka votu zotin Rama, s'ka lidhje më. A e kemi ne simpati zotin Rama dhe a e dën kryeministri jon zoti Rama, ajo është qeveria shqiptare, është qeveria vëlla apo motër, dhe ne duhet ta përkrahemi në rrugën euroatlantike, në rrugën e Bashkimit Evropian, dhe jo t'i vendosim mure dhe pengesa të mëdha të cilat po ja shkakton drejt për drejt zoti Rama, sidomos me raportet që i ka, edhe po i ndërton me një armik të shqiptarëve siç është zoti Mickoski. Andaj e lusim edhe kërkojmë nga popullata shqiptare që në Kosovë që të ketë kujdes që në këto zgjedhje të mendojnë mirë se kujt po japin vota. Po duan ta votojnë, pastaj në Maqedoni duhet me ditë botërisht e dim se Vleni është një parti erdoganiste, një parti jo shqiptare, por një parti kujslinge e cila ka bashkuar elementet
edhe financohet drejt për drejt nga Erdogan, që kuptohet e kemi pa kohëve të fundit në Prizren një manifest, një dalje publike e një organizimi, një parade ushtarake otomane e cila ka ndodhur në kryeqytetin e të gjithë shqiptarëve Prizren. Kjo tregon hapur se tendencat e Turqisë vazhdojnë të jenë ende për të pasur ndikim të drejt për drejt në shtetin ton, në Republikën më të re në Evropë, Republikën e Kosovës. Këtë po e ndihmon, e ka ndihmuar drejt për drejt zonja Vjosa Osmani, po e ndihmon drejt për drejt edhe zoti Kurti. Andaj i lusim këta dy lider, të cilët mund të jenë edhe kryesorët në zgjedhjet e ardhshme, sepse si duket përgatitet terreni e dje në kuvendin e përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku zonja Vjosa Osmani qëllimin kryesor e ka që edhe një herë të bëhet presidente, edhe atë me zotin Kurti kryeministër, sepse asgjë LDK-ja nuk do të mund të bëj pas asaj që e pam dje në Këshillin e Përgjithshëm, përveç që ndoshta do të rritet 2-3% nga zgjedhjet e kaluara dhe do t'i bashkohet lëvizje zëvendosje, dhe ajo bashkë me zotin Kurti mendojnë ta kenë edhe një mandat ajo 5 vjeçar e kryeministri Kurti 4 vjeçar për ta udhëhequr Republikën e Kosovës. Themi se zonja Vjosa Osmani mund të ketë raporte të mira me zotin Kurti, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ajo zonjë vërtet nuk po garanton se Kosova nesër me Albin Kurtin mund të ecë përpara. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për jush. Mirupafshim.